Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. The Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. Sinkronisht apo ndonjë të shikues tregonte se si Shtetet Bashkuara të Izraelit kanë bombarduar furishëm Iranin duke vrarë Ajatollahun Ali Khamenei dhe një numër drejtuesish të lartë të regjimit. Përfshi këtu dhe Ahmadinejad, dëgjova unë gjenish. Ish presidenti. Ish presidenti, po Ahmadinejad ishte pse po ai ishte aty rreth ato. Në 67-ën. Ishte aty, ë? Nejat ishte në arrestpije. Arrestpije pse çka ka? Se ka një masë sigurie nga gjykata e Iranit. Ishte në arrestpije. Ai që nga vrarë nga padashur vet. Në arrestpije. Nëse im konspiracion, hajtë të zonë se ka vrarë. Operacionet të vijojnë, ndërkohë Irani është kundërpërgjigjur duke hedhur raketa mbi aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Çfarë synon shëban Iran dhe çfarë pritet të ndodhë në vijim? Elmir Gjinishi shtuar të rrezës tonë, faleminderit Gjinishi. Me brëma, faleminderit. Vijojnë Baton Argjiu, mentor Nazar Anton Abilegaj, faleminderit edhe një herë. Në një lidhje direkte nga shumë larkë prej mua do tjetë Holsi Azegji. Holsi, mirë mbrëma si thuhet aty, mirë mgjesi? Mirë mgjes. Mirë mgjesi, se ti, ku jeti eksakto? Malezi. Malezi? Po qytet? Në Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Po. Sa është ora eksakt aty tani? Mëngjes. 5 e sabahut. 5 e sabahut, ë? Tani hahet për të fundit aty që është dhe ky Ramazani, së fyrin, e. Po hajmë së fyrin. Engre ti? Agjerojmë. Engre, po. Ja, po pi kafe me ju. Po mirë, vërë. Faleminderit tani të themi 2 herë ty, sepse edhe ke sakrifikuar gjumin për të ndihmuar emisionin tonë. Faleminderit. Faleminderit proces. Tani, zoti Gjinishi, Shëbat dhe Izraeli kanë sulmuar Iranin duke vrarë liderin, si që thamë, Ayatollah Khamenei dhe figurat të tjera të rëndësishme. Mund të na bëni një përmbledhje sa më të thjeshtë, çfarë ka ndodhur, se popullata e gjithë tani nuk është shumë e kuptueshme për këtë gjë, e kupton? Sa më thjeshtë ti thuhet popullatës, çfarë ka ndodhur, si u zhvillua operacioni, pse dhe cili ishte konteksti që çoi në këtë zhvillim. Se unë dëgjoja për shembull Donald Trumpi që thoshte, presidenti Trump që thoshte tani do të takohemi, do të zgjidhet për 40 orë, zgjidhet pastaj do shmojmë, pastaj jemi nisur, janë nisur avionat ose se u kthye dhe do bëhet prapë, do ndryshoj, thoshte gjëra të ndryshme. Ç'është kjo tani? Ky zhvillim në fare pa kohë në një përmbledhje që ta kuptoj popullata. Atëherë jemi në një fazë tjetër të zhvillimit marrëdhënieve midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka kaluar 3 faza paraprakisht, edhe jashtë presidentit të Trump, është periudha sanksioneve, pastaj erdhi periudha luftës 12 ditore, pastaj kaluam tek protestat ku pam midis tjerave, përveç pjesëmarrjes së popullit iranian kishte edhe njerëz armatosur në turma, që do thotë kishte edhe njerëz të infiltruar nga shërbimet, dhe vim pastaj tek sulmi i 28 shkurtit. Mos harrojmë që më herët, gjatë gjithë kësaj periudhe, Izraeli ka kryer vrasje politike. Në Iran kemi një numër të madh shkencëtarësh, kemi një numër të madh ushtarakësh, kemi vrasjen e Henijes, kreu të Hamasit në
në Katar, në vitin 2024, kështu që nuk është diçka e re e përplasja. Ajo që është e re, ajo që është interesante dhe thoja unë është që në fillim të shkurtit palët vendosën të bëjnë një round negociatash dhe negociatat po shkonin mirë sipas deklaratave të presidentit Trump, ku përgjithsisht në vijat përgjithshme ishin marrë vesh, kishte diferenca dhe dallime në çështje detaje, cilat sipas presidentit Trump do të gjenin rrugën e tyre, ndërkohë që erdhëm tek sulmi i 28 shkurtit. Sulmi i 28 shkurtit sipas shtëpisë Bardh arsyetohet në 3 komponentë kryesorë. E para, heqja dorë e Iranit për pasurimin e uraniumit. E dyta është mbyllja e sistemeve të raketeve balistike. Dhe treta, e cila në fakt duhet të jetë e para në renditje, është rrëzimi i regjimit Iranit. Sa i përket pjesës parë të armëve bërthamore, sipas negociatave që po zhvilloheshin në Oman, Irani kishte rënë dakord që të dorëzonte një sasi të 450 kg deri në 500 kg, e cila llogaritet këtë qenë sasi e uraniumit pasuruar deri në 90%. Ndërkohë që po shikohej mënyra se ku do ta çonte, si do ta çonte, Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin ofruar në këmbim të kësaj të furnizonin Iranin me karburant bërthamor, siç e quhenin ato që të mbante ndezur tecet e tyre. Ndërkohë që Irani akuzohet për uranium pasuruar dhe për rrezikun e madh për në një të ardhme të afërt ku mund të prodhojë dhe një armë bërthamore, kemi nga ana tjetër palën përballë në konflikt Izraeli, i cili ka 80 deri në 200 koka bërthamore, cilat inspektorët e organizatës botërore të energjisë nuk lejohen të shkojnë ta kontrollojnë, nuk ka bërë asnjë marrëveshje. Nuk ka nënshkruar Izraeli asnjë marrëveshje ku të heq dorë nga përdorimi ose nga prodhimi i armëve ose posedimi i armëve bërthamore, ndërkohë që Irani është krejtësisht e kundërta, lejon inspektorët nuk do prodhoj armë bërthamore. Me fjalë të tjera, ajo që po mundohet bëj propaganda që Izraeli në këtë kontekst është viktim, nuk është kështu. Izraeli nuk është viktim, Izraeli është arsyeja deri tani. Irani është sulmuar 2 herë dhe nuk ka sulmuar asnjëherë vetë si shtet. Megjithatë përtej kësaj, a do të mundet ta bënte Izraeli një sulm vet? Lufta 12 dhjetore tregoi që Izraeli nuk e përballonte dot vet një përballje direkte me Iranin, kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës në optikën e Iranit, në momentin që ishin në një negociatë diplomatike, thye negociatën dhe ishte një lloj pabesie, siç thuhet, nga autoritetet iraniane. Megjithatë, unë mendoj që kjo luftë përtej negociate, përtej lëvizje politike ishte një luftë e paramenduar që do të ndodhte patjetër, sepse aleati kryesor i Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon Izraeli nuk ndihet i sigurt me pushtetin dhe me fuqinë ushtarake të Iranit dhe vetëm, edhe me satelitët e Iranit që janë në rajon. Problemi i dytë më i madh ishte rrëzimi i regjimit. E këtu kemi, nëse do bëjmë një analogji, tentativa e Shtetet Bashkuara të Amerikës që të lidhemi pastaj edhe me... Po, këtu brenda kësaj pyetje, ç'më mendoni tani për këtë sulm? Është goditje ndaj terrorizmit, siç pretendohet, apo eliminim politik i udhëheqjes iraniane për të provokuar ndryshim të regjimit? Atëherë, sulmi është një agresion ndaj një vendi sovran të pavarur, një vend antar i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një agresion i hapur, në mënyrë absolute. Nëse do ta quash ajetollahun, nëse do ta quash regjimin e ajetollave ose teokracinë e Iranit një sistem diktatorial, unë mund të them një po, domethënë nuk është aty diskutimi, sepse ke pafundësisht sisteme diktatoriale shumë të egra, ke Kim Jong-un atje për shembull, ose në një farë mënyrë edhe shumë vende të rajonit gatishullit janë monarki dhe një farmase autoritare. Rusia që po vret botën. Deri diku dhe diktatoriale, kështu që kjo ideja që po godasim sisteme diktatoriale për të cilë demokracinë është e gabuar, sepse ne kemi disa ndërhyrje të mëparshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në Irak, e cila nuk prodhoi demokraci, por prodhoi terrorizëm i cili mori gjithë lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Kemi ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull, bërë një luftë 20 vjeçare me talibanët, u harxhuan $10 trilion, dhe në fund fare talibanët janë pushtet, apo jo. Kështu që nëse do bëjmë një analogji, është pothuajse e njëjta skemë, po pak më e dhunshme se ajo që pam në Venezuela me Maduro. Maduro iku nga skena politike e Venezuelës. A është Venezuela sot më shtet më demokratik? Me zëvendës presidentin, sigurisht që jo. Pra, që t'jemi
themi pak të sinqert me veten, domethënë. Jo, Sigurisht që nuk i vendosim ne domethënë, fatet e botës, por kjo nuk ka të bëjë fare as me qëllimet e shfaqura të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat vetvete nuk janë qëllimet, nuk janë objektivat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu duhet të thënë, duhet ta themi me zë të lartë, janë pikat ose objektivat të cilat kanë ngritur Netanyahu dhe qeveria ekstremiste e Izraelit. Të treja këto problematika. Dhe ishte pikërisht trysnia e Netanyahut, e cila e zhvendosi. Këto është përdorimi i Izraelit. Po patjetër. Të po e bën Shtetet Bashkuara. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një debat shumë të madh ku diskutohet a kemi aleat Izraelin apo jemi kthyer në mjet që po na përdor Izraeli. Dhe shumë analistë po flasin për këtë dytën, apo jo. Për sa i përket rrëzimit të regjimit, dhe kjo është pika e fundit do thoja unë, koha ka treguar dhe eksperiencat kanë treguar që regjimet nuk rrëzohen me goditjen e një lideri, sepse regjimet nuk janë emër, po janë sisteme në vetvete. Mossadi ka qenë 2010 që është infiltruar dhe ka celulat e tij në Iran, celulat cilat janë aktive edhe tani që po flasim ne. Megjithatë, ajo që po mundohem të them unë është kjo, që është shumë infiltruar Izraeli se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë interesuar Izraeli sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, vrasja e Khameneit, dhe këtu duhet të them diçka specifike ndoshta, që s'është në rrëmjetet shqiptare, Khamenei qëndroi dhe dëshiroi të vritet, sepse refuzoi të gjitha këshillat e institucioneve të sigurisë të tij për të futur në për këto vendstrehimet dhe madje edhe dy vetët të cilët u vranë bashkë me Khameneinin, si thuaç zgjodhen po të njëjtën lloj flijimi. Dhe ndryshe nga që kishte menduar Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku vrasja e leadershipit mund të prodhonte një kaos të brendshëm dhe mund të jepte frymarrje, një lëvizje ose protesta të brendshme për të zëvendësuar regjimin, ajo dha një efekt krejtësisht kundërt, edhe opozita është bashkë, edhe qytetarët janë bërë bashkë, paktër shumë analiza në Bloomberg thonë hapur që nuk kemi një çarje politike dhe ushtarake në Iran, madje edhe kundërpërgjigja që bëri Irani ishte shumë e shpejtë që tregoi që nuk krijoi asnjë lloj vakumi. Ajo që duhet të them unë është kjo, që regjimet nuk kthehen, nuk rrëzohen duke goditur lidera e para, dhe e dyta, nëse nuk rrëzohen regjimet të tilla me dhunë, ato bëhen shumë më tepër më dhunshme. Debati sotëm është si do jetë Ajatollahu që do të vi, a do jetë më liberal apo do jetë më Do ta kemi pyetje si do të jetë dhe kush mund të jetë. Atëre Jazerxhiu, edhe te kjo pyetje, është goditje ndaj terrorizmit, siç pretendohet, apo eliminimit politik i udhëheqësirën e nas, edhe këtë dytën këta nuk e fshehin, është edhe eliminim politik i njeriu shumë të keq, siç thotë Donald Trump, Khameneit, dhe pritet ndryshimi i regjimit pas saj. Khamenei ishte papa i muslimanëve shit. Do më thënë, ai ishte imami i 15% të muslimanizmit botror që janë shit. Dhe atë që bëri Benjamin Netanyahu në datën 28 shkurt, kur Khamenei ishte në zyrën e tij dhe ishte në takim me një numër zyrtarësh, është e njëjta gjë si kur Benjamin Netanyahu, i cili është arkitekti i të gjithë luftrave që kanë bërë Amerikanët në këto 3 dekadat e fundit, edhe do t'ishte njësoj sigur një ditë prej ditësh t'i çohej Netanyahu të thoshte që unë do vras papën, edhe ta bombardonte papën në Vatikan. Irani është shtet teokratik, Irani ka problemet e tija si shtet, por Khamenei nuk ishte vetëm sikur e tregon propaganda izraelite, kreu një regjimi terroriste etj. Ai ishte udhëheqësi suprem dhe sipas koncepteve të shiizmit të reformuar që krijoi Khomeini, ai dhe vrasja e një burri plak 86 vjeçar, i cili gjysmën e trupit të tij e kishte të paralizuar nga një bombë që mujahidinët e Manzës i kanë dhënë përpara 30 e kusur viteve, që heste me shkop. Mujahidinët i kemi ne këtu. Po. Tregon dëshpërimin e Izraelit.
presidenti Trump duhet sjerojmë diçka, amerikanët nuk donin që ta vrisnin Khamenein, por Khamenein e vrau Benjamin Netanyahu. E ka vrarë atë kur ka qenë ora 1:30 e natës me Mar-a-Lagon, kanë patur agentët e tyre dhe e dinin që Khamenei ishte në zyrë, dhe sikur e përmendi Gjinishi, Khamenei nuk ruhej, edhe ndoshta edhe ka dashur që të vritet, edhe të shkojë martiri i Islamit. Kur e kanë vrarë, kanë marrë në telefon Donald Trumpin, për persona që e kanë ndjekur live intervistën e Trumpit. Trumpi ka dhënë një intervistë në errësirë, se ka qenë në banesën e tij në Mar-a-Lago, dhe është detyruar që t'i bashkangjitet Izraelit në këtë luftë. Për personat që ndjekin mediat amerikane, sidomos gazetarin Tucker Carlson, nacionalistët amerikanë kanë bërë namin në javët e fundit duke i bërë presion Trumpit dhe i thonin që mos na hap edhe një luftë tjetër për Izraelin, nga që boll kemi bërë luftra kundër Irakut, Afganistanit, Libis, Siris, etj. Dhe po të dojë Izraeli le të bëjë vetë çfarë të dojë. Por Netanyahu bëri atë që bëri edhe në qershor të 2025-s kur nisi luftën 12 ditore kundër Iranit, ku pa lejen e Donald Trumpit bombardoi Iranin dhe kur e pa që lufta nuk e përballonte dot, i kërkoi Donald Trumpit ndihmë. Por ndryshe nga lufta 12 ditore e qershorit 2025-s, luftë e cila u mbyll me marrëveshje ndërmjet iranianëve dhe amerikanëve, ku amerikanët i thanë iranianëve që ne do godasim 3 stacionet nukleare që ju keni Natanzin, Isfahanin edhe Fordon, dhe juve na godisni bazën tonë në Katar dhe mbyllën këtë muhabet. Në këtë moment, duke vrarë papën, edhe e theksoj termin pap, se dua që ta kuptoj opinioni publik rëndësinë e fikrimit. Po, do më thënë... Dhe veshje si pap, e ke për nga veshje ati, apo që është pap vërtet aty? është pap i shizmit ai është papa i shizmit. Dhe duke vrarë atë, është bërë një reakcion një atill zinxhir, që për personat që janë duke përcjellur lajmet nga bota islamike, nga Kuala Lumpuri deri në Karachi, nga Toronto deri në Stamboll, muslimanët në të gjithë botën janë tërbuar. Po sulmohen ambasadat amerikane, po digjen nga Bagdadi në Pakistan, dhe shiitët tani e kanë pjesë të doktrinës së tyre fetare, që ata duhet të hakmerren për papën e tyre. Dhe çfarë po shohim neve që po ndodh në këto momente, Irani ka nisur një luftë pa limit me Izraelin, por edhe me mbështetësit e tyre amerikanë. Ka fuqi vallë? Dhe me Olsi? Deri tani ka fuqi se Irani ka... Është përballë një... Domethënë, superfuqie, por deri tani po duket që në luftën konvencionale Irani po ka suksese të llahtarshme. Irani ka djegur bazën e flotës së 5 amerikane në Manama të Bahreinit, Dubai, Emiratet Arabe po bombardohen dhe jo vetëm bazat ushtarake amerikane. Ky po bën propagandë, kjo është nuk bën propagandë thot Batoni. Nuk bëhet kjo. Ja ti futim dy kolegët. Po një minutë ta mbarojmë propagandën. Po pra, po jo se po e bë. Jo, se ti do të ta reduktosh pak dhe të hyjmë në debat. Jemi bashkë në studio, nëse jemi bashkë në studio, mos bë propagandë, bëni analizën në rregull jam. Veç me tha fjalit... Po qka është me thonë fjalit të hatashme, se ka goditje të hatashme atje që raketat jenë kështu që përbëjnë luft, ku ditë qka une, që kjo është ajatullahu ose papa i shihidve. Kësi epitete lej dikun tjetër, bëja analizën në rregull jam. Ose s'po du me u kesh përdorë une t'jem në studio. Thjesht kjo është. Po tani do që mos flasin fare të rimur, mos të regojmë se që po bëhet. Ta një gjë konkrete, do me thënë këto... Mirë, do me thënë Batoni tha mos e ka... Jo, të ndryme radhë, jo, pa problem. Mirë, nuk po e krahasoj me papën, po e krahasoj me Babamundin e Bektashive, me qënë se Babamundi që kemi këtu ne. A këtu jemi korrekt. Po. Me Babamundin jemi në rregull. Dhe, në rregull. Ja pura qepin Batonit. E do të them që
Do më thënë, Irani... Duke të bështet dhe ai, duket. Po? Irani ka djegur të gjitha portet e monarkive arabe në këto momente. Ka bombarduar aeroportet që nga Kuwaiti, që nga Doha në Katar, që nga Dubai, që nga Abu Dhabi, dhe ka shkatruar të gjitha stacionet e bazave amerikane nga Omani, që është aleat i Iranit, nga Dubai, ka shkatruar bazën Al Udeid, që është baza më e madhe e aeroportës. Olsi, të lutëm thuj, i ka bombarduar, ka arrit një raket. Fjala shkatrim është fjale madhe. Të lutëm, se t'jesh i kujdesëm, t'jesh i kujdesëm në ato që përdojë. E sakto dhe gjinishi për këtë. Në vitin 2003, mirë. Edhe gjinishi do të sakto kjo që përpërse... Do në bjem dakord që i ka godit, për shkatrim është fjale madhe, për jërë vërtetë, se do kishe numër viktima. Dhe jo vetëm kjo, por ne po kemi tani një kaos të papar në gjirin persik, ku sot Irani ka goditur stacionin më të madh të prodhimit të gazit në Katar, ka goditur rafinerin më të madhe të Saudi Aramcos në Arabi Saudite për prodhimin e naftës, dhe në orët e fundit, generalet e gardës revolucionare kanë deklaruar që do bombardojmë edhe tubacionet e naftës që Arabia Saudite... To të gjithë janë të vërteta, por kolegët këm ngullin që është reagimi dobut. Do më thënë nuk është se kanë... Dhe tani, ky reagim është aqë... Ky është një reagim aq i fuqishëm, sa që Amerikanët që nga Pearl Harbori nuk kanë arritur që të kenë një goditje të këtillë, dhe Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, dhe ju do ta shikoni se çfarë do bëj Shefqet Kastrati në Tiranë në ditët që do vinë, sa do ta ngritë çmimin e naftës, dhe të gjitha regjim... Gjithë botën. Se ç'lidhje ka lufta e gjirit persik me Shefqet Kastratin, hajde mirë. Po mirë, me që ka naftën këtu do dhe... Po. Me ke gjithë një... Me që naftën e ka qeti, thot të gjithën? Dhe këto regjimet arabe po hynë në një kriz të atill, sa që sot Emiratasit i kishin kërkuar Iranit rreth 2 orë pauzë në bombardime që të hapnin aeroportin e Dubait. Të futim dy kolegët e... Nazarko dhe pastaj Batoni, që të... Edhe Antoni. 3 kolegët. Në fakt, sa e që do të një luft është mirë që të gjosh të dyja ato kambanat, në mënyrë tjetë që të kryosh një... Kambanën tjetër, këtë kemi thua ti, se s'kuptojmë. Po, jo, do më thënë, informacion i cili, po them, nuk është i filtruar si që është informacioni perëndimor, apo jo, ose me burim perëndimi që është i filtruar në mënyrë. Se ne pranoj vetëm informacion perëndimor të në studio. Po pse është i filtruar i perëndimit për shumë? Jo, supozoj që në situatë konflikti... Ka burim shëban dhe Izraeli kryesisht. Po jo, po flisja për atë... Gazetarët e luftës nuk ka gazetarë, është e baza brënda. Të dhënat jep qeveria amerikanë. Unë Izraelitës do t'i menja për shumë. Por bilancin... Amerikanë do shta pose janë profesionistë të mire. Kësa elemente gjanë të i ri. Që në duhet kuptimisht. E dyta, duhet të... Jo, shumë saktë. Po si more 2 burimet, neve jemi mësuar keq me një burim perëndimor. Shohem edhe perëndimor e themi kjo ndodhi. E dyta, duhet që mos ta pranojmë atë cilësimin papa i shizmit, sepse ai papa i Romës, për shembull, mund të ketë vetëm thik buke, që nuk e di, e ka plastike apo e ka thik shu, edhe Papa Mondi shket nuk di që të ketë revole. Shkreu revolucionit. Ai papa i shizmit udhëheq një 200.000 ata ushtarët e asaj rojës revolucionare, cilët kontrollojnë 30% të ekonomisë iraniane, që nuk është pak, por që udhëheqin edhe një pjesë madhe të ushtrisë, edhe të flotës, edhe të tyre raketave që... Parës gjitha që kanë vëra 3.000... është autoritet i kufizuar. Edhe që kanë vëra 30.000 pa fajshëm, por, pra, do më thënë, nuk është autoritet shpirtëror. Aje ka dhe dimensione shpirtëror, por ka dhe dimension ushtarak. Aje është edhe udhëheqës ushtarak. Kështu që kjo është e nevojshme për të mos bërë relativizim total, apo për ta spiritualizim të një udhëheqësi i cili ka një bilancë, i cili është bilancë në ato 20 ca vjetët e regjimit, që është bilancë krimesh, po ashtu, por
nuk është kjo arsye. Këtu bim dakord që të gjithë, pra besoj edhe Olsi që nuk është kjo arsye që ka shtyrë Izraelin së pari, me gjithë të përpjekjen për ta përjashtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kenë dhënë konsensus. Unë imagjinoj që ata duhet ta kenë dhënë konsensus. Sigurisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta mbrojnë aleatin e tyre Izraelin, që ndoshta ashtu si thotë Olsi, si thotë edhe Ermiri, ndoshta është i pabarabartë, dhe ndihet i kërcënuar nga rritja e fuqisë ushtarake të Izraelit. Kjo është diçka legjitime, ë? Pra, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta ndihmojnë aleatin e tyre kryesor në rajon që kërcënohet edhe nga arsenali balistik, edhe nga arsenali potencial për ta marrë, kjo është diçka legjitime. E drejta ndërkombëtare është duke u rishkruar. Nuk është më ajo që... Edhe nga palestinezët, thodi. Në kuptim, kërcënohet edhe nga palestinezët. Jo, me këtë që kemi po themin, se si do rishkruhet është çështje tjetër. Me këtë që kemi, është keni apo ata po përdorin termin e mbrojtjes. Vetëm jo të mbrojtjes, po ta se parandaluese. Pra e thot, ne e dim që janë 2 javë afër krijimit të një bombe të re, ne e dim që po ndërtojnë raketa balistike që godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para 4 muajsh ishte prapë presidenti Trump i cili deklaroi se kemi shkatruar përfundimisht. Po, nëse do marrim mirë që çfarë thot ai në mënyrë taktike. Jo ta kisha te propaganda e perëndimit unë. Jo, është vërtet që ai edhe në Sot agjenciat amerikane të inteligjencës zyrtarisht e mohuan që ata mund të godisin shqiptarët. Edhe kjo është e vërtetë. Por pra duhet të them që mos harron diçka, më fal, nuk duhet ta ndërpres fjalën. Ka një fetfa nga ky lideri shiit që po themi, dhe ato nuk e shkelin kur urdhrin e këtij, që Irani nuk do posedonte asnjëherë armë bërthamore. Ato nuk e shkelin kur. Fjalë lideri. E vërtet kjo? Absolutisht po, është publike ajo. Ka kohë pafund. Rreziku është te ky që do vi tani. Unë mendoj që Shtetet e Ky mund ta hedhi poshtë fetfa. Ja japi rastin, kanë patur dhe arsye të tjera që zakonisht vjen një i keq. Patjetër, Nëse është nga regjimi. Kontrolli mbi prodhimin e naftës, mbi çmimin e naftës, kufizimin ndikimit kinez, apo edhe aty rus. Pra, ju mendoni që nuk ka lidhje fare me sionizmin kjo histori? Me Izraelin e madh? Izraeli ai është qendra, është Izraeli është shkaktari kryesor. Ne ram dakord për këtë. Po dhe Amerika ka arsyet e veta që ta mbrojë një aleat tillë si Izraeli. Patjetër. Baton? Atëherë, deshëm apo s'deshëm, OKB-ja kështu si është mori fund, më unë mendoj, por na mund të flasim për OKB-n si institucion tash, i pa fuqishëm dhe i pa aft për të bërë diçka në këtë moment. Kështu si NGO-të. Po, të gjitha ajo që kemi, ne që kemi dasht multilateralizmin edhe kemi dasht demokracinë liberale, ka marrë fund. Mu më vjen keq për veten, ta kom thënë edhe njëherë në studio, por Edhe në shkrim dhe edhe. Edhe në shkrim, por jeta jonë e leximit për demokracinë liberale ka marrë fund. Ndoshta kthehet në një moment tjetër kur të konsumohet kjo situatë tashme, por se po rishkruhet, që shpëdhet mentori, një OKB tjetër se si do të quhet dhe kush do të jetë në Këshillin e Sigurimit, po shihet nga avioni. Dhe tashmë mund të themi se qysh mundet mu duk, edhe pse po flasim nga periferia botës. I përmendëm 3 gjëra. Nga e që kam lexuar që prej kur janë tërhequr trupat amerikane nga Afganistani. Në një kohë rekorde, Kina ka ndërtuar tubacionin e naftës përmes Afganistanit në Iran. Dhe është investitori më i madh në Dhe Afganistan. është investitori më i madh në Afganistan dhe sapo ka nisur që të mërrijë në Azerbajxhan. Nuk është çështje vetëm e sionizmit, është e patolerueshme me leju që tubacioni të merë i naftës, ta merë gjithë naftën edhe ta çojë në pjedestal zhvillimin e Kinës. Dhe këto nuk e përbijnë askush. Dhe mos harroj që Irani është në mes të gjirit përsek. Kuvajti shet 80% naftës të Kinës, aktualisht. Nuk... është aleati Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, mund t'i shetës. Po, jo mjaftueshëm se sa... 80% kapacitetit prodhues. Nuk e di tash me këto. Unë po flas, që ka ndodhë geopolitikë? Gjithë nevojave të Kinës, 80% vetet, apo jo? Vetat. Prodhimit vetë. Të gjithë vendet e gjirit, aleati Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po se është treg i madh Kina, më. Tash, nëse përmes Afganistanit, për një kohë të shkurt, ndërtohet tubacioni, kjo është rrezik gjeostrategjik. Këtu
Amerika jo që s'ta fal Ajatullahun, po s'ta fal asnjë lider. Dhe nëse po flasim me gjuhën, se tash gjuha e juaj prof është lirike në ato që ndëgjoha në krahasim me vrasësinë në teren. Po më duket sikur gjuhë e cila tingëllon si e fundit në shpjegimin politik, diplomatik që i bën situatë. Është literale, drejt për drejt. Dhe tash, unë pëlqeu narracioni i jotë, por nuk e di a pe thut vërtetën e asaj që po ndodh. Sa ajo është e bukur. Ky është problem gjithandej. E tha edhe Bilekaj, kush është e vërteta? A di çfarë është një problem? Atëherë e vërteta është kjo, atëherë shiko. Jo vetëm në fjalë. Të gjitha këto që thua ti janë të vërteta. Lufta e madhe për energjinë botë nuk diskutohet. Gjeoekonomia është luftë, nuk është gjeopolitik. Nuk diskutohet edhe pjesë. Po ka një të vërtetë madhe këtu. Paraqitja e gogolit sionist është diçka propagandistike, këtë më duhet të them pra. Interesat amerikane. Le ta themun pra. Le ta themun. Ndoshta do ta pranojmë del nga dalë, se këto gjithë gjërat siç tha dhe ju janë zhvillime sipër, po ndryshojnë ligjet, po ndryshojnë qasjet, shumë qasje edhe shiko. Sionizmi, nëse më lejon zoti Rakipi, 1 minutë vetëm, se është 1 minutë pastaj është Bilekaj dhe nuk themi çfarë është vetvete. Sionizmi është krijuar në shekullin 16. Në shekullin 16 ishin pastor protestant britanik, cilët hodhën tezat e para të sionizmit. Brightman ishte i pari. Si pas cilit, sepse është komplet teori milenariste. Si pas këtyre, mendohet që ardhja dytë e Krishtit, dhe tu flitet për Krishtit, lutem 1 minutë, ta mbaroj, lutem, se është interesante, ta themi për herë të parë publik. Si pas besimit të protestantëve të ri, jo të katolikëve dhe ortodoksëve, është një variant brenda protestantizmit, madje jo gjithë protestantizmi. Çfarë është ardhja dytë e Krishtit? Krishtit krishterë, sepse hebrejt mendojnë që Mesia është tjetër. Është një pasardhës i Davidit. Dhe këtu fillon historia. Këto thonë që për të kthyer, për të përshpejtuar ardhjen e Krishtit në tokën e shenjtë, ardhjen e dytë Krishtit, duhet që hebrejt të mblidhen gjithë në tokën e shenjtë. Dhe kjo t'i parapri ardhjes së Krishtit, Krishtit krishterë. Ndërsa hebrejt vetvete mendojnë që Mesia hebrej nuk është Krishti, po do jetë një nga pasardhësit e Davidit. Dhe gjithashtu këto duhet shkojnë një pjesë e hebrejve, jo të gjithë, se këtu ka diferenca shumë ndaje teologjike. Edhe hebrejt, qasja tradicionale, mendojnë që kjo do të ndodhi në një ngjarje hyjnore, kur njeriu nuk ka ndikim brenda vetes. Ndërsa sionizmi modern, judaist, mendojnë që kjo është një ngjarje thellësisht toksore, cilët ne mund ta nxizim element politik, me vendimarrje politike. Dhe kjo është ajo që po ndodh vetvete. Dhe për te këtij diskutimi, qasja është krejtësisht sioniste. Pse? Ju kujtohet presidenti Biden, i cili që në vitin 73 kishte deklaruar që unë jam sionist. Ç'është kjo qasje kaq e thelluar, baton, e leadershipit politik me dimensione religjioze, në qëndrime politike. Sigurisht është influencë. Mosha. Jo, ka dhënë në 73-shin për herë të parë Bideni. Ose kur filloi lufta në fillim me Gazën, që ose ju kujtohet, me Hamasin, pat një rrjedhje e regjistruar në Kongres kur ky thonte Bideni thonte kongresmenëve, nëse kujtohet. Kur këto i thonin, "Ore, çfarë po bëhet kështu, domethënë po bëhet një masakër e madhe." Dhe ky thonte, "Bibi thot po vjen Mesia. Po presim Mesian, çfarë them?" Domethënë, ky është problemi më i madh, sepse në shtetin laik doktrina religjioze po marrin dimension politik. Dhe kjo ka qenë rreziku që te i kaloi Europa në Mesie dhe bëri luftra të jashtëzakonshme, dhe kjo është ajo që po ndodh në Izrael sot. A ka element tjerë përmbushës, gjeopolitika, ekonomia, patjetër që jam me ty. Rreziku i Kinës, po patjetër po. Ama Izraeli, Netanyahu ka dalë në Kombet Bashkuara, ka thonë dua Izrael e madh. Se po mendon, apo natyrisht po këtu. Dhe Izraeli i madh është koncept sa doktrinar edhe sionist. Prof, si harrohet Gaza? S'ka mundësi. Po patjetër. Përveç me ndodhi Irani. Është vimësi historia. Nuk ka asnjë mundësi. Kjo është ajo që mua më shqetëson, dimensioni religjioz, se lufta do ketë më. Dhe ajo që gënjeshtra dhe manipulimi i madh që i bëjnë të dyja palët njëri tjetrit. Ti çapo më dhimbset. Në gjithë këtë atmosferë, për shembull, nëse ke gjirin për sik që paralajmëroi Magna, që në fillim ika nga Evropa se s'kem çfarë bëjmë më këtu, dhe bota energjetike është atje do të koncentrohemi, atje do jetë zhvillimi,
edhe atje do të kemi partner, edhe pse janë gjithë diktatorë. Kjo tregon për një farë Politike tre. geopolitike tre. Ajo që po më dhimbset mu është Tajvani Ke edhe Ukraina. Kjo është ajo që ndërton. Do hym në gjëra më disa gjëra po. Sigurimit që unë po shihet pe avioni. Shqetësimi? Shqetësimi sot me se kam parë, është se pse ndodhi kjo gjë? Ku duan dalin këta? Çfarë po sjell kjo goditje dhe kjo luftë? A janë të qartë Netanyahu dhe Trumpi se çfarë duan të bëjnë? Dhe shumica e njerëzve, shumica e analizë ndërkombëtar dhe politikanë ndërkombëtar mendojnë që këta se din ku po shkojnë. Po shikosh deklaratat e Trumpit i ke njerë, thot do zgjasë disa ditë, pastaj thot 2 javë, tani tha 1 muaj herë në fundit. Njerë thot na kërcënoni se do na binin, tani deri. Do të bëjë si Rusia, mund të shkojë si Rusia. Sot janë 9 vende në luftë. Nuk dihet se nga vjen lufta. Secili nga vendet, Kina nëse duhet izoluar Kina apo Rusia, secili nga këto vende e ka sot të drejtën legjitime për të hyrë në luftë. Pra nëse do të shmangë një konflikt të madh, ne jemi duke ftuar, këta janë duke ftuar për konflikt të madh gjithë fuqitë e mëdha të botës. A e din ku po shkojnë? Ka shanse që demokracia të vendoset së shpejti në Iran për reakcionin një mënyrë tyre? Të gjithë thonë që jo. Atëre pyetje konkrete. Atëre pse u bë kjo? Të Abilekaj. Si ndikon vrasja e Khomeinit, i Khameneit më falë, në strukturën politike të Iranit, dhe si ka reaguar me Yazergjiun? Populli iranian, a ka mundësi të ndryshojë regjimi? Deri tani duket që regjimi është shumë herë më i fuqishëm, por personat që ndjekin lajmet nga Irani, si kur unë i ndjek, populli po mobilizohet rreth pushtetit. Vrasja e Khameneit, për mendimin tim, është një nga gabimet më të mëdha që ka bërë Izraeli në historinë e tij, nga që sikur u përmend edhe në studio, Khamenei ka qenë një burri moderuar. Fal Khameneit, Irani nuk ka zhvilluar bombën nukleare, dhe Irani e ka atë mundësi, ndërsa në këto momente që ne po flasim, bëhet fjalë që udhëheqësi i ri suprem i Iranit do të zgjidhet djali i tij, Mojtaba Khamenei, dhe pas vrasjes së kreut të gardës revolucionare, kreu i ri i gardës revolucionare iraniane është zgjedhur Ahmed Vahidi, një veteran i revolucionit islamik iranian, një person i cili sipas amerikanëve dhe izraelitëve është nga terroristët më të kërkuar të botës, që akuzohet edhe për sulmin kundër qendrës kulturore izraelite në Argjentinë në 1984, dhe personat që kanë marrë pushtetin në Iran në këto momente janë persona më ekstremistë se sa Khamenei. Dhe ajo që po shohim neve në këto 72 orët e fundit, Irani ka sulmuar 15 vende, përveç vendeve arabe të gjirit persik, ka sulmuar bazat ushtarake franceze, italiane, dhe lajmi më i fundit është që Irani është duke goditur Qipron, vend i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian dhe bazat britanike aty. Dhe sa po më shkruajnë Yazergji nga stafi që komandanti i gardës revolucionare njoftoi se ngushtica e Hormuzit është mbyllur dhe se tani do të hap zjarë ndaj çdo anije që përpiqet të kalojë nëpër të, sipas mediave iraniane. Është goditur një cisternë. Një cisternë është goditur. Është goditur dhe një cisternë, thotë Gjinishi. Janë goditur disa, janë zhytur një 7 copë deri tani. Dhe Irani, përveç luftës të drejt për drejt që po bën me vendet e NATO-s, me Amerikanët, Britanikët dhe Izraelin, do ta zhysi botën në një krizë energjetike, e cila për personat që kanë ndjekur çmimet e naftës nëpër bursa, ne po kemi rritje të naftës, rritje të gazit, dhe kjo do sjelli një reakcion zinxhir, i cili sipas iranianëve kërkojnë që ta gjunjëzojnë botën.
Dhe përveç kësaj, filozofia iranianëve është se ndërsa që prej revolucionit islamik në 1979 Irani ka vuajtur si pasojë e sanksioneve të ndryshme, ata duan që t'i japin fund parajsës fiskale dhe financiare që këto monarkit e gjirit persik kanë patur. Monarkit e gjirit persik janë oaze të ndërtuara në shkretëtir, por këto oaze nëse nuk shesin naftën edhe gazin zhduken. Dje qeveria e Britanisë Madhe ka kërkuar evakuimin e 86.000 qytetarëve britanik nga Emiratet Arabe, po bëhet kaos sepse këto Emiratet apo këto monarkit e gjirit nga Kuvajti, Katari, Bahreini, Arabia Saudite, këto mbahen nga puna e perëndimorëve. Pa inxhinierët, pa ushtar. Yazeci, se gjua vete atje ku Zemzembi, në Shqipëri ka vite që janë kreuar mujahedinët e Mekut. Së pari, e themi këtë se mund tjetë edhe kote, kupton se edhe unë nuk është se jam një profesionist i shkallës lartë në këtë, njohës i lartë, ekspert i kësaj fushe. Ky Meku tani, pyes dhe kolegët e tjera, Dinish, edhe ty, shembull, ky Meku është një organizatë e fortë apo jo, apo është terror ka mbetur kot këtu në Shqipëri. Dhe thuja është Meku, domethënë, janë mujahedinët. Së pari, ka ndonjë rrezik në Shqipërisë në këto momente, për shembull. Në disa media unë pash që mund sulmohen mujahedinët në Shqipëri. Në disa media. Unë besoj që ky është një rrezik potencial, nga që iranianët kanë deklaruar prej vitesh dhe i kanë treguar, i kanë thënë edhe Edi Ramos me vite që duhet ta ndaloj aktivitetin mujahedin. Sipas mediave iraniane, por edhe izraelite, dihet që mujahedinët kanë ndërtuar një qendër masive spionazhi në Manës, dokumentarë që janë botuar nga Al Jazeera që në 2018 kanë treguar aktivitetin që bën Meku me call centerat që ka brenda kampit të Manzës. Për këtë arsye, Spaku edhe goditi Mekun në vitin 2023 që keni fotot mbrapa teje që po tregon regjia, kur shkuan dhe i konfiskuan serverat mujahedinëve, po deri më tani Shqipëria nuk ka burgosur asnjë mujahedin. Dhe duhet kujtojmë që Ayatollah Khamenei, personin që vrau Netanyahu dje, e kanë plagosur mujahedinët për herë të parë në vitin 1989, nëse nuk jam gabim. Dhe edhe gjithë problemi nuklear që Irani ka me perëndimin, është ekspozuar në 2003 nga Meku nëpërmjet Mossadit izraelit dhe fal Mekut Shqipëria prishi marrëdhëniet me Iranin, ku në 2018 mujahedinët në bashkëpunim me Mossadin izraelit hapën lajme të rreme sikur Irani do sulmonte Shqipërinë dhe pretenduan biles ka patur edhe një përpjekje nga Meku për të kryer një sulm terrorist në Shqipëri për të vrarë disa mujahedin dhe më pas që faturonin Iranit. Po në qofse deri tani Khamenei e ndalonte Iranin që të hynte në luftë me vendet e NATO-s dhe Amerikën, goditja e Qipros, që është vend i NATO-s, tregon që për Iranin nuk ka më limit. Në anën tjetër, për personat që ndjekin postimet e... Do të mbaroj fjalin, e ka për fundin, më s'kemera. Postimet e Edi Ramos, një sekund, të lutem të. Postimet e Edi Ramos në këto 3 ditët e fundit, ku ai po tregohet më zlironi se sa Benjamin Netanyahu, duke dënuar regjimin komeinist iranian, duke thënë neve kemi ardhur, kemi qenë prej sulmeve nga Iranit e tjerë, janë vetëm mënyra për të provokuar Iranin. Irani është një kap e plagosur. Olsi, e kuptum rëfimin. Dhe kafsha e plagosur është jashtë kontrolli. A të largohemi pak prej monologut, të bëjmë pak një debat në mes. Olsi, kemi
me gjithë këtë rrëfim, ndoshta në gjuhën politike, kjo është si kur t'ishe njeri për shtetit të Iranit, kjo është një farë rrëfimi vdekje prus. Dhe më thënë se ndërtosh një rrëfim se madhështia bombardimeve është gjithandej dhe mos të shosh se qëfar po ndodhë mrenda dhe edhe nga qielli edhe nga toka, dhe më thënë të kërkosh një iluzion ose një rrëfim i cili është tragjik. E kuptoj unë... Unë nuk e mohoj që Irani po goditet. Ta përfundoj, se unë... Amerikanët dhe Izrael... Olsi, unë të ndëgjova 2 monologje dhe tash po mundohem ta spaku ta racionalizojmë, ta bëjmë një bashkëbisedim, për arsye se ishte në mes rrëfimit dhe propagandës që është kujdesi joti ndaj asaj që përjeton, unë e kuptoj këtë, por hajde të kthehemi pak te koncepti real dhe gjuha reale e asaj që po ndodh. E para, po më flet për një ndryshim të njerëzve dhe nuk po e sheh, po themi kështu, tragedin që po vjen për Iranin. Dhe mund ta quajmë tragedi që vjen nga sionizmi, mund ta quajmë nga geopolitika, mund ta quajmë nga madhështia e Amerikës, pamëshirësia e saj, si doni ta quajmë. Por po flasim te gjuha reale e kësaj. Më thuaj, të gjitha njerëz që i përmende, djali apo ai tjetri që është një pasionant i Ajatollahut. Klasike. Ma thuj, sa do qëndrojnë ta njerëz në këtë pushtet, kur mrenda Iranit ka një urrejtje të asaj që ka ndodhur që nga ardhi Ajatollahut. Olsi, unë kam qenë në Iran, e kam përjetu. E di që keni qenë. E di edhe që ke qenë me gjithë Blendi Fevziun dhe të qoj Abdullah Rexhebi. Dhe e kam përjetu Iranin. E kam pa dallimet serioze të atyre që e donë, që jetojnë mrenda Teheranit dhe ata që e urrejnë regjimit të Shirazi, të Persepolisi atje ku unë i kam shëtitur vendet. Aje që du të them, ky rrëfimi joti është një lloj ndjesie dhe dashunie që ke për Iranin dhe shiitët, që është për respekt. Dhe unë ta respektoj. Por ajo që unë... Jam nga sunitët e vetëm shqiptar besoj që e mbroj Iranin, nga që e kam vizituar dhe kam patur përshtypje shumë të mirë. Nëse më pyet se sa kam respekt për Iranin edhe për popullin Iran, kam pa kufi, se kum pa gjërat e cilat janë të jashtëzakonshme. Nga persët thuatja po të Qytetërimi i madh. Është domethënë nuk kam pa nga shahu para 79-s apo zhvillimet e pas 79-s. Për poetët, po flasim për filozofët, po flasim për gjithë ata njerëz që sidomos i kanë pa në ato parqet dhe kujdesin që i kanë bërë iranianët të gjithë kujtesës e tyre, të dijes e tjera. Respekt për gjithë shka tjetër. Por regjimi e ka tepruar. Unë nuk mundet që në emën të korrupsionit të shahut të ndërtohet një regjim krejtësisht korruptiv moral. Dhe i cili realisht e ka shkatruar dhe dekompozuar ndjenjen, krijimin dhe gjithë shka tjetër. Unë po them që me gjithë dëshirën tënde dhe pasionin për të dashur, prap po them që geopolitika përshkatron një qytetërim. Dhe po më vret shumë. Unë jam dakord me ju. Ju e keni vizituar Iranin, ju i njihni shumë mirë dassit në Iran, por duhet kuptojmë diçka tjetër, që Irani është demokraci. Dhe, për shembull, presidenti Pezeshkian, që është tani në pushtet, është nga reformatorët. Unë kur e kam vizituar Iranin për herë të parë në 2007... Demokraci që shtyp ato protestuesit në makinë policie. Olsi 3.000 vrami... 30.000. Na për 3.000 zotare. 3.000 zotare. O Nazarko, nuk është Izraeli Iranit vrasi 30.000 veta, kamon tani. Statistikat zyrtare iraniane thonë që në proteste
në protestat që u vranë 3.000 veta dhe nga këta 700 ishin terroristë, të tjerët ishin qytetarë dhe organet sigurisë. E para, po t'i përgjigjem Batonit. Po. Irani ka ndryshuar baton nga i që ke parë ti atëherë, nga viti 2022 për shembull, se një nga problemet më të mëdha që kishte shoqëria iraniane ishte impozimi i shamis dhe rregullave të islamit. Nga viti 2022 qeveritë iraniane i hoqën këto ligje. Gratë në Iran ndoshta janë më lakurisht se sa gratë në bllokun e Tiranës. Në Iran konsumohet alkool, drogë, prostitucion dhe ka vese morale ndoshta edhe më shumë se sa gjen në Tiranë dhe në Prishtinë. Dhe ne të gjithë dim që Irani është një vend që ka shumë probleme si pasojë të sanksioneve etj. Por duhet kuptojmë diçka tjetër që nuk duhet të nënvlerësojmë nacionalizmin iranian. Iranianët janë personat që kodifikuan islamin. Ne kur falemi në për xhamira, shumë terme që përdorim namaz, abdes etj. I kemi nga iranianët. Rilindasit tanë Nga Osmanët, jo nga iranianët. Osmanët ishin të persianizuar. Se termat që përdorim, ne shumë terma janë persisht. Naim Frashëri, Samiu e tjerë shkruan në persisht. Por dua të them që ndërsa Irani ka probleme, ne duhet kuptojmë që ky është një qytetërim 6.000 vjeçar. Dhe iranianët, edhe pse kanë probleme me njëri tjetrin, kur përballen me një agresion të jashtëm, ata mblidhen rreth flamurit edhe kombit. E di për personat që ndjekin mediat iraniane, shumë iranian, se kjo viti që po tregoni janë këta të paguarit që janë në perëndim, por shumë persona që nuk falen dhe nuk e din ku është xhamia, në momentin kur amerikanët dhe izraelitët rrafshojnë qytete, rrafshojnë lagje, bombardojnë spitale, bombardojnë hotele, të gjithë mblidhen rreth qeverisë, sikur tregon kjo pamje që ju po tregoni këtu, dhe mobilizohen rreth pushtetit të tyre. Dhe edhe pse shumë iranian e urrejnë islamin, kur shohin që generalet e tyre, që imami i tyre, se duhet të kuptojmë diçka që se domethënë problemi me shumë shqiptarë është nga që shqiptarët në përgjithësi janë popull pa din e pa iman, nuk arrin ta kuptojnë ndjesinë që ka vrasja e një njeriu të shenjtë. Ju shikoni këto pamje që po tregon regjia aty, njerëzit kanë dalë nëpër rrugë dhe qajnë për Khamenei, ashtu sikur sa ta mbaroj, sikur qante brezi i zotit Nazarko kur vdiqen Enver Hoxha. Dhe domethënë ata kanë një adhurim për imamin, sikur kishte brezi i viteve. Kemi fardhimbje, kështu që ky është dallimi. Unë për fat keq jam manipuluar atëre sikur këta protestuesit anti-islamik në Iran dhe ka marrë pjesë në rrozimin e bustit, por mbaj mend se si qanin njerëzit, ashtu sikur qanin njerëzit kur vdiqen Enver Hoxha. Ashtu po qanë njerëzit në Iran. Demokracia, këtë e provojnë që është demokraci, ka parti opozicionale. Shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, Partia Opozitare ka, kanë qajtë për titull. Dhe sa mua më ka ndodhur Yazerxhi, mua më ka ndodhur një gjë më të mërshme. Kur ke qenë ti Ishim në restorant, në orën 12, dhe lajmi që 12 të drekës, fiks, vdiqen Enver Hoxha, dhe unë ishe në restorant dhe po hajnë gjithë mirë shumë, për në atë kohë, ke parasysh, mishje, këto, gjera të ndaluar. Në të lonë. E lam aty më burë, se s'mund të hajnë... Preorekse. Dhe mbeti kur po hajnë mishin. Sigurisht me që kishin fakt, sështë... Nuk vdik 2 orë më vonë. A i kështë vdekur gjanën, po pse e dhamë 12 A i vdekur nëse më lejon 2 gjëra që... 2 gjëra po? Po, nuk u përgjigj pyetje, si sekund. Do me jo, e thaj, mund të sulmojnë, po me çfarë do sulmojnë ata se ka gjatë, çfarë do hedhin? Kanë raketë balistike? Kanë raketë ata? Po si jo? Për të jetën Tirana? Prishin ato? Sasi shumë të madhe. Po si jo? Irania? Po më? Sasi shumë të madhe. Po ja ku e ke Qipron më burit. Se ne mund të hamë një raketë. Po ja ku është Qipron? Arrin distancën. Po kjo është çështje tjetër. Ne po dëgjoj që të bëjmë një dua që të rregullojë çik si vin me policinë antiterrorit,
inshallah, ato raketat iraniane godasin Manzën edhe nuk na godasin Surrejlin. Po, tani, se tani, pasaj qenë prontë. Gjinishi, Gjinishi. Ne bezi kemi kryeministrin, mos bëni kështu gjëra. Gjinishi. Duhet lutemi për kryeministrin. Ja, Olzi, Po ky... Disa gjëra duhen trajtuar siç janë, korrekt. Domethënë kur flasim për terminologji religjioze duhet të jemi çik ndjeshëm. Sigurisht që Ayatollah Khamenei, i cili u vra, ishte një lider shpirtëror i edhe shpirtëror. Shpirtëror, patjetër, ke drejt, edhe shpirtëror sepse ishte edhe politik. Ishte mbi politikën. Edhe ushtarak ishte. Kur themi mbi po ishte edhe lider shpirtëror. Ai që është rëndësishme nuk është kjo, është për kë ishte lider shpirtëror. Ishte për 100 milion iranian që jetojnë brenda në Iran. Asnjë, sepse shiizmi ka shumë tarikate, ka shumë rrymë. Papa është 1 miliard. Ta mbaroj pak. Kjo është abuzim. Nuk e sfumon kjo rëndësinë e vrasjes Ayatollah. Absolutisht. Po nuk kemi pse e glorifikojmë më shumë se ç'ishte. E para nuk ishte lider i shiizmit botror se ka tarikate, edhe në Shqipëri ka tarikate, në gjithë Ballkani ka tarikate, në gjithë Azi ka tarikate, nuk e kanë referencë atë. E dyta, po jetë mirë në Kashmir, në Pakistan, në Iran, po digjen ambasadat amerikane, do më thënë, nuk ishte vetëm në Iran, është edhe jashtë Iranit. është edhe në Kosovë, është edhe në Shqipëri. I ka prek gjithë i tharët e revolucionit islamik, sepse ishte lider dhe pasarës i revolucionit islamik të Iranit. Nuk ka akoma religios, më dëgjoj pak Olsi, gjithë pranuar që ky do jetë lider i shiizmit. Ky është problemi i madh, ashtu siç nuk ka edhe ke pjesa sunite e tjerë. Po ishte një figurë shumë e madhe, më e madhe gjithë shiizmit botë, po nuk i përfshin gjithë. E para, e dyta, që të jemi korrekt. Nuk ishte njëri i shenjtë, se nuk ekziston koncepti i shenjtë në paktën besimi musliman, as të shahitët. Dhe më mos se kur glorifikohen to masa, pastaj futen element tjerë brenda lojet. Ishe një lider produkt i revolucionit islamik. Kaq, dhe revolucioni islamik vetvete mori trajt shiite pasi erdhi në pushtet, sepse erdhi si një frym reformatore në vetvete, nuk ishte si qëllim. Ayatollah Khamenei e nxori kartën e shiizmit pasi mori pushtetin, nuk erdhi me një platformë para prake, apo jo? Kjo është e vërteta. E dyta, ajo që duhet thënë, sigurisht që nuk ishte një shtet demokratik në kuptimin e pastërt fjalës, bëshën zgjedhje të lira po. Bezeshkiani është produkt i rrymës reformatore në Iran dhe kjo tregon një farë liberalizmi brenda. Po që të gjithë to nuk mund dalin, nuk kanë dalë asnjëherë dhe nuk mund të dalin nga umbrella politike e shiizmit dhe verdikti i shiit. Nuk mund dalë asnjëri. Ne themi pak moderator, pak më ashtu. Shikoni se ç'bën Bezeshkiani sot, shumë më egër se sa gjithë paraqësit e tij, sepse vetë situata tash ta imponon. E treta, a ishte përtej asaj që u tha që Irani është një histori e madhe, një qytetërim shumë i madh, kjo është ajo pjesë që ndoshta ne duhet hap një debat tjetër. More rast Saddam Husseini, nuk është problem Saddam Husseini, po u zhduk një kulturë shumë e madhe e Babilonisë. U vodhën gjithë muzet historik, ku shkojnë ato artefakte, kush i merr ato fakte. Kjo është një pjesë, domethënë është një dhimbje që duhet na ndjejmë gjithë sepse është një pjesë e kulturës tonë njerëzore, pavarësisht se ku ndodhet, po është e rëndësishme. E treta, që Irani gjatë Ayatollah Khamenei, edhe për arsyet qasjes tij ndaj politikës perëndimore, po edhe perëndimin ndaj tij, ka qenë shkaktar i rënies ekonomisë Iranit, kjo është e padiskutueshme. Irani, megjithëse është një nga eksportuesit më të mëdhenj në botë, nga 3-4 parat, qoftë në naftë, qoftë në gaz, është nga shtetet më të varfra. Dhe unë do ju sjell këtu, mund të flasim pafund, ja vetëm një shifër mentor. Shahun pati zhvillim të rendit 10-12% në vit. Shahu nuk është opsion mentor, sigurisht ishte diçka tjetër, sepse në periudhën që mori Shahu ishte një formë tjetër, po unë do të jap një shifër. Po këta të mekut, me gje këtu, shansi nuk ishte, këta të mekut, në qoftë se vetëm një shifër, drojtë regjimi vinë këta. Një shifër do të them për të lutem, një shifër do të them për treguar çfarë katastrofe ka pasur regjimi i Ajetullave në ekonomi. Në vitin 1979, kur bë përmbysja edhe erdhën për herë të parë Ajetullahat në pushtet, dollari këmbej me 70 dinar. E di me sa dinar këmbehet sot? Me 2 milion dinar. Është edhe sa inflacion. Jo, po kjo është merr. Domthonë, paraja vendesa nuk ka forcë. Nuk ka tregues për zhvillim ekonomik, se kjo është historia, dhe ka sjell një provambet ekonomike dhe kjo duhet pranuar. A është, as është regjimi, sigurisht është regjimi.
A kanë qenë element tjerë ndikues sanksionet? Patjetër po, por regjimi politika për këtë është të vjes zgjidhje. Oponentën Meku. Më fal. Të Mekut. Ta them dy fjalë për Mekun. Të koncentrohemi Ta them një fjalë për Mekun. Se nuk do kemi shumë kohë. Ta them dy fjalë. Meku deri në vitin 2012 ka qenë në listën e Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda organizatave terroriste. Po. Dhe u hoq nga lista dhe një nga arsyet që u hoq ishte pikërisht rasti i Shqipërisë, sepse Berisha, i cili ishte në pushtet në atë kohë, ishte kryeministri i vendit, kur pranoi ardhin e parë të mujahidinëve, i vu kush Shtetet Bashkuara të Amerikës ta hiqnin nga lista e organizatave terroriste dhe u hoq. E dyta, ka patur që nuk duhet mohuar, që ne kemi bërë shumë mirë sepse kemi dhe ne detyrimet tona ndaj alatëve. Nuk diskutohet fare kjo pjesë. I dham azil humanitar. Po patjetër. Por që shteti shqiptar duhet të ishte i kujdesshëm se ka një marrëveshje për atë. Shteti shqiptar si ka marrë kështu që të bëjnë çfarë duan në Shqipëri ato. Dhe ato janë ekstremistë. Dhe ata bëjnë veprimtari. Dhe nga qenë organizatë terroriste. Po janë vendin e tyre, jo tek ne. Bëjnë veprimtari politike. Po patjetër, po sa kemi pas neve dizident kohën e diktaturës që jetoshin në Europë. Janë kriminal atje, po janë kriminal të vendit tyre. Nuk është thashë e them kjo që mund na bien. Ta mbroj pak. Meku ka qenë organizatë terroriste në vendin e tij, në asnjë vend tjetër. E vërteta. Dhe ne kemi marrë parasysh komunitare dhe kemi bërë mirë. Edhe raport me aleatët, po edhe si shoqëri. Po dhe kanë qenë problematik një kohë, bukur shumë. Po, por ama ka diçka baton. 2018-17. Bravo, e ka baton. Kanë patur një aktivitet kibernetik që kanë sulmuar institucionet e Iranit. Ka deklaratë zyrtare, pikërisht në ato kohë që thot zoti Baton. Ka deklaratë zyrtare nga Shqipëria, janë sulmuar institucione zyrtare ministri. Kibernetikisht, ka pas sulme kibernetike. Jo, ka pas edhe një shqetësim se ka pas edhe ushtrime ushtarake pa lejuar. Bëjnë ato, sot e kësaj dite bëjnë. Ato janë 3 mjeca vetë, po të shkosh në Manës nuk shikon asnjë sipër. Ato janë gjithë poshtë. Po kjo është çështja e tyre, çështja tjetër. Domthon, ajo që mua më shqetëson është kjo, ose për ta mbyllur, vetë Bideni, para se të largohej nga pushteti, ka deklaruar si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Meku nuk është opsion opozitar për zvendësuar sundimin e ajatollave. Kështu që nuk diskutohet kjo pjesë. Ajo që unë them që nuk e shikoj si rrezik për Shqipërinë për hir të vërtetës, por Shqipëria duhet marrë masë, në çfarë kuptimi? Ato nuk mund bëjnë aktivitet, se është një situatë siç e tha Batoni, më nuk dihet tash kush digjet i njomi dhe i thati. Nuk duhet lejohen të bëjnë aktivitet nga Shqipëria. Që të godasin dhe të bëjnë sulme kibernetike ose të ushqen dhe opozitën. Po kjo do ndryshë shoqëroj dhe me një pyetje që e merr ti. Po, për Mekun. Për Mekun dhe tani kush është qëllimi final i SBA-ve? Mbaron këtë të Mekut me fare pak fjalë? Për Mekun, për hir të vërtetës, amerikanët ose republikanët e kanë parë si alternativë për pushtet. Aq e vërtetë është kjo, sa këtu ka ardhur Pompeo. Po, sekretari. Ka shkuar dhe zoti Majko ka mbajtur fjalën. Sekretari i shtetit, po ka qenë këtu. Biden i ndron. Por ama për hir të vërtetës duhet të thënë që këto 2-3 vjetët e fundit aktiviteti tyre publik është izoluar afro 10 vjet. Pra ata kanë shkëputur marrëdhëniet me mediat, nuk shihen, nuk janë. Domethënë kanë mbaruar, po për ne janë një rrezik i rëndësishëm. A mundem vetëm një tezë për debat të hedhim. Ajo që mua më shqetëson është që kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë një politik pak shumë kontradiktore për gjirin persik. Për shembull, për krahin lider ose mbretëritë të cilat janë shumë të vrashta dhe realisht kanë një autokraci serioze. Dhe në mënyrën tjetër, një autokraci iraniane që është bëhet shembull demokratike, se thot. Jo, bëhet shembull, jo, Irani në zgjedhje ka qenë më demokratik se të gjitha vendet. Absolutisht. Zgjedhjet i bën super korrekt. Që të jemi shumë ata brenda vetës kanë provuar të zgjedhin njerëz më të mirë, ose spaku njerëzit kanë votuar për të bënë zgjedhje. Por ajo që une nuk e kuptoj mozaikun është çka nëse Irani bëhet shembull në të ardhmen demokratik edhe për vendet çfarë është Kuvaiti. A mund ta bëjmë për përgjigjen? Duke të referuar përsëri mendimit tënd. Po. Teksa thua që ne jemi në rikonfigurimi ka rënë Kombet e Bashkuara, do thotë që ka rënë ky sistem vlerash. Atëherë pse duhet shkojmë të inicojmë në sistemin e vlerave i cila është në rënje faktikisht? Sipas jush. Se ne nuk e dim kush është demokracia nesër. Do jetë kjo demokracia, po do bëjmë disa rregulla të tjera dhe ta quajmë neodemokraci për shembull. Vetëm po shpresoj që nuk e gjejnë një arsyetim
një asociatim brutal se demokracitë nuk kanë qenë funksionale dhe vendet janë më të zhvilluara kur janë autokraci. Jo patjetër. Se kjo po tjetër. Je korrekt. Je korrekt. Demokracitë kanë qenë më të zhvilluara se të gjitha. Nuk kemi pas në sistem më të mirë pas luftës dytë botërore se demokracitë. Absolutisht. Dy konsiderata të shkurtra që përfshirja e amerikanëve në mbështetjen e Mekut, posaçërisht e republikanëve, lidhet dhe me diasporën iraniane në Amerikë, që është edhe fuqishme financiarisht. Pasarsi Shau, djali Shau është figurë e urryer. Ashtu, kjo është arsye e parë. Totalisht. Mbështetja e Mund tjetër. Vajza është si. Vajza është më shumë nuk e dyta ndoshta në këtë përfshirje amerikane, përveç faktit që është llogaritur goditja e Kinës, siç besoj duhet bijmë dakord, apo dhe Rusisë indirekt, apo dhe ndikimi në çmimin e naftës apo të arit apo të tjera. 7% e rënd brenda 3 ditësh. Ndoshta mund të ketë ndikuar ndonjë iluzion që me Iranin mund ndodhi një jo ndryshim regjimi, por ndoshta liberalizim i regjimit për shkak goditjes sipas paraleles me Venezuelën. Pra, po godasim kokën dhe po kemi ndryshe e Venezuelës. Ndoshta kemi një iluzion, po themi, të Trumpit se mund ndodhte dhe duket në komunikimin e tij duket. Ai është një popull shumë indoktrinuar nuk është aq thjesht shiit atje, është shumë indoktrinuar. Sepse pamja që paraqet Olsi, që thotë duke lexuar shtypin Iran, sigurisht duke lexuar shtypin iranian nuk ka pamje, internet nuk ka atje, protestat nuk besoj që nxjerrin aq më tepër që duhet të ketë regjim lufte. Në regjim lufte s'ka pezullohen të drejtat civile. Është një lloj si në Izrael. Por nga informacionet që dalin jashtë, supozohet që vrasja e këtij figurës shpirtërore e cila Ajatollaut, i cili thoshte që gratë e virgjëra, thoshte fermat e virgjëra që dënohen me vdekje nuk duhet shkojnë, thoshte, nuk duhet pushkatojnë pa u dhunuar, duhet përdhunohen që pastaj të shkojnë. Po jo më është fake news nuk e di, është fake news, por fake news është dezinformacion. Por ama duhet imagjinoj që brenda asaj brenda Iranit duhet ketë rezistencë civile. Nuk është pamja ashtu siç thua ti. Me thënë drejtën, mentor, ajo gjithë janë të grumbulluar rreth e përqarkëve. Ritualit, gjithmonë ato shamit që i kishin, i largoshin edhe i pyetja tjetër. Tani vizitat e tua janë të shkurtra, Baton. Pyetja do prapë s'kan qenë. Edhe pse ashtu si thot Batoni, nuk edhe pse Gjinish, edhe pse ka fare pa kohë te ky konflikt, kohë shumë të shkurtër, janë ndjerë ka probleme në ekonominë globale? Po, mi thuaj? Çmimi i naftës për shembull është rritur me 7%, ka shkuar sot në 77.6%, ndërsa ka disa bursa, po flas për bursën e Fuxherës, ndërsa çmimi i gazit për në Europë është rritur me 11%, vetëm në Europë. Do të thënë për 3 ditë shiko se çfarë produkti ka. Çmimi i arit. Në qoftë se çmimi i arit ka ikë fare, domethënë, në qoftë se llogaritet që qoftë kjo luftë do zgjasë ose më mirë mbyllja e Hormuzit do zgjasë më shumë se 10 ditë, keni parasysh janë 20% të gjithë energjisë botërore, naftës dhe gazit. Imagjinoni se si do shkojnë bursat. Unë nuk e di se si do ta zgjidhin këto, se presidenti Trump thotë do vazhdojmë 4 javë, domethënë, po si do shkojnë bursat? Ata kanë naftë. Tjetër plan. Ato vetë Shtetet Bashkuara kanë, në Europë dhe ne, në Azia. Batoni tha që por i formatohet, disa herë kemi thënë në studio rendi botëror, dhe OKB-ja ka ikur, thotë, pa asnjë vlerë. Burri i paqes ka marrë fuqi tani. Bie që ka marrë fuqi burri i paqes. Tash që jemi edhe në Jo. Tani ky tha që nuk do ketë asnjë luftë, më tha, ky Trump. Si bet? Shiko, dy arsye. Nuk do bëj luftë ata. Deri tani kanë nisë një shtat apo çfarë? Periudhë tranzitore, nuk është Batoni nuk besoj që thotë që mbaroi historia, po është një periudhë tranzitore dhe ka disa tregues, ka disa tentativa, do ketë disa tentativa. Atëherë me nga 3 fjali, cili mendoni qëllimi final i SBA-ve në këtë rast? Ndalimi i programit më ndryshimi i regjimit apo të gjitha bashkë? Ki pyetje kjo shumë cinike. Ja hap emision tash. Cinike. Jo, ta mbyllim me 3 fjali. Qëllim ka tani kjo. SBA-ja, thua ti? Apo i ka të gjitha qëllimet brenda? Që ka zakonisht, e? Shiko, vetëm për ta plotësuar atë pyetjen që bëre për punën e rendit botëror, po jo Ore, këtë pyetje skep. Po jo, pyetje tjetër. Po duket sikur e tham ne atë. I numëroi A mund të Miri, shtova unë arsye. Orsi ti si e mendon tani ç'kupton qëllimin? Po. Tani duhet të themi diçka që politikën kundrejt Iranit nuk e komandon Amerika.
sikur e përmenda në hyrje të prezantimit tim, presidenti Trump donte të bënte marrëveshje me iranianët. Por është Izraeli. Dhe pyetja juaj duhet të riformatuar dhe duhet të themi çfarë kërkon Izraeli. Ka pyetje të gabuar, kërkon gjë Izraeli shkret? Se ti vërtet mendon që kërkon Izraeli? Herë të rigjen pastaj, unë do mbyllë emisionin por shumë. Ju e pati Edi Ramën kur shkoi në Knesetin Izraelit. Po thua çka kërkon Izraeli, tu na mbaroi bisedën e kot kemi folur deri tani pas. Po, është Izraeli që drejton politikën amerikane për lindjen e mesme. Izraeli është kjo mos i gota që pi ujin unë, një instrument, ose telefoni që bisej. Paku. Dhe çfarë kërkon lobi? Amerika, mirë, ti e ke idente Izraeli, dakord, zotri? Ai paku. Tani, jo, mirë, po e përmirësoj, po e them ai paku. Atëherë edhe një gjysmë pyetje që janë bashkë këto. Çfarë mendoni si prodhon kjo ngjarje për lindjen e mesme tani? Çfarë prodhon aty? Tani, për lindjen e mesme, ne do kemi kaos edhe luftë e para. E dyta është që lobi zionist në Amerikë kërkon shkatrimin e Iranit dhe ne, si kur thonin latinën, historia magistra vita est, historia është mësuesi jetës, ne duhet shohim se çfarë kanë bërë lobi zionist kundër Irakut, kundër Libis, kundër Siris, kundër Jemenit, kundër Sudanit, kundër Somalis. Benjamin Netanyahu, edhe pse është njeriu më i rrezikshëm i planetit tonë, ka diçka që ai gjërat që i bën i thotë. Dhe në vitin 1995, Netanyahu ka shkruar një libër që quhet Fighting Terrorism, apo të luftojmë terrorizmin. Dhe në këtë libër ai thotë që do goditen kullat binjake, që u goditën në 2001-shin. Ai thotë që do t'i rrëzojmë të gjitha këto regjimet arabo-islamike nga Iraku, Libia, Irani e tjerë. Generali Wesley Clark, që neve na shliroi Kosovën, ka një video shumë të famshme në internet, ku thotë që pas 11 shtatorit më tregojnë në Shtëpinë e Bardhë që plani i qeverisë amerikane të Bushit atëherë ishte që në 5 vite do bëhet luftë kundër 7 vendeve dhe do rrëzohen regjimet. Dhe pse duhet të rrëzuar regjimi në Iran? Nga që Irani është shteti i fundit që mbështet Palestinën. Pra gjithë pyetja ka të bëjë me Palestinën. Dhe pas shkatrimit të Iranit, sikur ka deklaruar edhe komisioni Nagel, që ka themeluar qeveria e Netanyahut pas rrëzimit të Asadit në Siri, apo sikur deklaron edhe kreu i opozitës izraelite Bennett, armiku i radhës do t'jetë Turqia. Pas shkatrimit të Iranit, rrëzimit të ajatullahëve, ndryshimit të regjimit, ndarjes së Iranit, më pas do të fillojë lufta kundër Turqisë. Netanyahu 5 ditë përpara se të vriste Khameneiin, tha ne kemi luftë kundër boshtit shiit, i cili është i plagosur, dhe lufta jonë tjetër do të jetë kundër boshtit sunit të përfaqësuar nga vllazëria myslimane. Tani, pse Izraeli kërkon të shkatërrojë Iranin edhe Turqinë? Nga që Netanyahu është mesianik. Dhe ai beson që në mënyrë që Zoti t'i fali çifutët, ata duhet të shkatërrojnë xhamin Aksa, të ndërtojmë tempullin e Antikrishtit, se vetëm në këtë mënyrë Meshia do të zbresi dhe do t'i shpëtojë çifutët. Dhe kjo është luftë mesianike, dhe unë në një podcast që kam bërë me një mikun tim në datë në një podcast që kam bërë në datën 26 shkurt, unë kam parashikuar që sulmi kundër Iranit do të vinte përpara datës 2 mars. Pse 2 marsi? Sepse 2 marsi është festa e Purimit. Festa e Purimit në teologjinë hebraike është triumfi i judejve kundër Persisë. Dhe ashtu si kur judejnë kur festojnë Purimin, bëjnë kurabie në formë sysh, veshësh edhe hundësh dhe i hanë, sepse kjo personifikon që ne po hajmë qeverinë e Akemenidëve të Cerkësit të parë. Netanyahu kërkon të kokën e Khameneit që t'ia jepte si dhuratë judejve me rastin e festës së Purimit. Okej, më shkruan që qëllimi final
se thotë të morë, si këtë ishë bazë është përmbush qëllimin final të Izraelit, Krimin e Izraelit madh. s'ka lidhje vetëm me Palestinën, por me pretendimet territoriale dhe hegemoninë e Izraelit. Një hapë pranë, si që thoni dhe ju, projektit të Izraelit të madh. Ndoshta është dhe këshuar, si të falenderoj shumë. Ja, e thot Rubio tani. Goditjet amerikane ndaj Iranit u ndikuan nga planet izraelite. Tani. Unë ndikuan nga planet izraelitet që kanë të hapur dhe amerikanë në këtë rast. Orë që të falenderoj shumë për ndimin që dhe në emisionin përmes sotme, do të jemi në lidhje të vazhdueshme si pas zhvillimeve që do të kemi. Faleminderit natë e mirë. Ditën e mirë tani, se ti e ke ditën e mirë atë. Ditën e mirë. Salam aleikum. Tani, pra, ngjarje tani mendoni që do të... Çfarë kërkon Trump? Kjo ishte pyetja. Po. Shëmbaje. Shtetet e Bashkuara, po. Trumpi se shëmbaje kërkon. Pra, kur thua Trump. Shëmbaje kërkon ndalë Trumpi. Se kam të dy pyetje tjera? Unë do flas më pak se të gjithë duhet menduar që kolegët do thonë diçka më tepër. Jo, barabartë do flisni të gjithë, por nga fare pak fjalë. Trump vetëm të çmontohet teologjikisht e njeriu, se tha pra fund gjëra kështu. Jo. Konglomeratin e gjithë teorive konspirative. Po lere mo tani ai atë punë ka tani ne kemi thirrë që tot çfarë mendon mo. Sionizmi aq është domethënë. Ore botë madhe kjo është. Ai ato do, ato. Atëherë një fjali do ta them. Ne kemi thirrë për ta respektuar. Mentori ka drejt, po sa herë që hedhin këto teza, mentor duhet bëhet një mision. Shiko, duhet mos harrojmë diçka. Shoqëria izraelite nuk është e gjithë religjioze. Mbi 50% e shoqërisë izraelite është laike dhe është laike shumë e fortë. Më shumë protesta janë bërë në Tel Aviv se sa në gjithë kryeqytetet arabe gjatë luftës Palestinës. Dhe bënin pikërisht të njerëz, dhe mos e sepse është gabim shumë i madh që ti për shkak të një individi që edhe një qeveri ekstremiste, domethënë të damkosësh një popull tërë. Nuk shkon kjo. Që janë aleatët tanë historik. Jo, nuk shkon. Ta mbyll çfarë kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu do të themi fjalë. Dhe shprodhon kjo ngjarje më tej. Presidenti Trump është tërësisht korrekt me doktrinën e tij që ka thënë gjatë gjithë zgjedhjeve, sepse ka thënë Make America Great Again. Ka thënë dhe do t'i bombardojë, Ka thënë do t'i bombardojnë fushat. Ka thënë do t'i bëll luftrat ai, po. Ajo është jo, ka thënë do t'i bombardojë për Iranin. Çfarë po bën presidenti? Po mundohet ta bëj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta ngrejnë në një stat tjetër për ta rikthyer në vendin e saj si superfuqi absolute. Kjo nuk është një rrugë aq e lehtë, nuk do bëhet gjithmonë me negociata, nuk do bëhet gjithmonë me sanksione, do ketë përplasje. Por ai po mbi të gjitha po bën rikonfigurimin vlerësimin e aleancave të vjetra, po krijon aleanca të reja, edhe për t'u kundërvënë rivalëve të tij dhe aleancave të tjera që do t'i vijnë përballë, madje politikisht, edhe qendresën e tij ose mbështetjen e tij në Izrael, do ta shikojmë në kontekst. Anton, por rikonfiguron aleancat e tij. Jo, unë me sa lexova sot, dhe dje këto ditë kam lexuar që askush nuk ka kuptuar se çfarë po kërkon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka askush akoma as Netanyahu. Edhe pas ngjarjeve? Madje thonë që trashëgimia e Netanyahut në rastin më të mirë duhet një amullie e madhe në Iran, e cila në fund fare mund të krijojë një mundësi përfitimi për Izraelin në Iran. Por se çfarë do ndodh pastaj me vendet e tjera të gjithë Persik, me gatishullinë aty, me naftën, me ndërhyrjen e fuqive të tjera të mëdha, asnjëri nuk vë bas për të. Kemi degradën e sotme të Putinit, që tha që është shkelur ligjin ndërkombëtar. Kemi lëvizjet e Kinës, cilat janë nën rrogoz në ndihmë të Iranit, por domethënë kemi përfshirje në luftë Kinës praktikisht, të kapur nga satelitët. Nuk kuptohet fare se ku do shkojë dhe si do shkojë, dhe kjo është një lëvizje që përsëri e them që askush deri sot nga çka kam parun nuk e kuptuar se ku do të nxjerr ç'bën nga Izraeli. Që ai mund të ketë pat iluzionin të mbyllte shpejt, duket nga fakti i thotë 4 javë. Po këtë edhe për Rusinë, 3 javë, 2 javë, 4 ditë, 13 ditë. Nisi ca ditë, përmendi datat, Trumpi do shkojnë në Kinë, dhe unë imagjinoj që ai do të shkojnë në Kinë edhe me ca fakte të kryera, domethënë do të shkojë me rezultate në terren që ai ka menduar që mund të ishin shpejta. Dhe në këtë pikpamje, po më kujtohet një libër i Holbrookut që thotë për luftën në Vietnam. Raportet që vinin nga terreni, nga Vietnami, që shkonin presidentit Amerikës, ishin për sukseset të jashtëzakonshme. Kështu që, po të lexosh edhe librin e këtij shefit të CIA-s Tenetit, për një meshtatorit. Tregon që raportet që vinin nga për terrorizmin ndërkombëtar ishin ku e ku me realitetin. Kështu që probabiliteti që ai donte ta godiste edhe Kinën nëpërmjet Iranit,
duke bashkëpunuar me Izraelin është të lartë. Baton, dy fjalë se kemi të pyetje tjera? Unë kam një tezë tjetër, ajo që më dhem mu për si evropian, të 3 vendet, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina dhe Rusia, po mundohen të shkatërrojnë vlerat evropiane. Më vjen keq që më duhet t'i bëj këto 3 bashkë, por të trijat janë kundër vlerave evropiane që janë krijuara me shumë mund, me shumë sakrificë dhe me shumë dignitet të një evropiane. Ata kanë pas kohën e vetë për të krijuar perandëri, për të parë gabimet, për t'ikur nga kolonializmi dhe për të kthyer te drejtësia, te vlerat e lirisë e tjera. Si duket ylli, që kjo s'po duket e rëndësishme. Jo, shumë e rëndësishme. Por po them se ne këtu i kemi interesat primare. Po flisim për Izraelin, me toni thotë. Jo, po edhe nëse geopolitika, po në Evropë është kjo pjesë. nëse geopolitika Dhe ka drejt Batoni se në i ka krijuar 3 armiqësi që mendojnë njësoj, Kina, Amerika dhe Rusia, që po dojnë me nda botën, Kolateral është Europa. kolateral jemi ne. Kolaterali jemi ne, tu ne mbarojmë këtë pjesë, do kemi fare të shkurtra 2 pyetje, të cilat janë të lidhura jo me si është një proces dhe në ditët në vijim ne do të vijojmë me këtë luftë që sapo ka nisur dhe nuk kuptohet se ku po shkon. Kush do të jetë presidenti i Kosovës? Baton? Sot ka zhvillime, çfarë ka ndodhur? Sot Kur do zgjidhet një ky president? pas nesër. Pas nesër të Ke kemi mërkura, e ajtja është dita fundit me kushtetur. Dhe njëtë është Datën telefon. 5, po. Dhe po nuk u zgjodh të njëtë? Ka lënë zgjedhje. Shkon vendin zgjedhje. Në zgjedhje. Po? Po? Nuk e di, Antoni sa po më dërgoj një diçka më duk shumë interesante, ishte cinike, por është një lloj presioni që një kolegu ynë i ka bë deputetëve të Kosovës dhe partive politike. Unë nuk besoj që ka diçka të vërtet aty, se më duket shumë... Edhe mua më duket shumë si shaka. Por më duk si një cinizëm për këta pushtetarë të Shka më ndodhë, po mua më duket shumë. nuk e gjej një kompromis. Me qenë që është lajmi e Antonit, unë nuk du me ta thot ai vetë. Por ajo me një fjali, të 3 partit politike opozitare janë të plagosur e rëndë. Duke e njohur Kurtin, që i njeh të gjitha partit politike, njëra që tash nuk e ka kryetarin çfarë është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tjetra që i ka të gjithë në Hagë dhe është pengë gjitha saj që ndodh atje, dhe Lidha Demokratike që nuk guxon me shku në zgjedhje, që sapo i hupi një lideri i tij dhe ai ruan veten që mos shkojë në zgjedhje. Po unë si kuptoj se nuk e kanë gjetë kompromisin ndaj sot dhe kërkojnë emra tjerë të përvetshëm të cilat nuk thojnë asgjë për politikën. Mentor ti ç'kuptove? Kosova ka një vendim gjykatës shtetuese që e ka vetë vrasës ose autolezionist ose rulet ruse, që sipas cilit kur të votohet presidenti duhet patjetër që në sallë të jenë 2/3. Po nuk janë 2/3, sepse në 2 votimet e para presidenti duhet marrë 2/3. Nuk bëhet. Jo, quhet që e djegur. Shkohet në zgjedhje, nuk digjet sa. Po nuk mbrohen 2/3? Quhet i bllokuar parlamenti. Jo pastaj Dhe shkohet Veç në rundin e 3 mundet me dalin gjithë. e ka miratuar një vendim ai kryetari Enver Hasani, që tani e komenton me kompetent, që është një vendim që prodhon kriza. Krizë të tmerrshme. Se s'pas ka rënë si fare, pastaj kesh raundi i tretë. Ka marrë disa vendime të tilla. Se s'pas ka raund të tretë. Për një vërtetës, çfarë tregon kjo? Edhe ç'a ndodhi vitin që shkoi, domethënë që u bën ato seancat fiktive. Tregon që Kosova e ka shansin e fundit për tregu botës që është aftë me menaxhu vetë krizat që prodhon. Se në qoftë se nuk negocion për të zgjedhur presidentin e vet, atëherë s'mund të negociojë as me botën, as me Serbinë, as me gjë tjetër. Dhe unë e kam një gjys provokimi, se nuk e di çfarë ishte ai provokimi, u bëra kështu. Enver Belli, ja ta them, se është Enver Belli ka thënë që Bashkimi Evropian do të sjellë 3 kandidat të përkohshëm për president. Një Gjerman, një Sloven, një çek. Çek, të cilët do të jenë me afat 2 vjeçar,
Po nuk do e lejën kurrë këtë zgjedhje parakohshme. Do zgjedhin një nga këta tre Po do ndodhi diçka tjetër. Batuta Abilegaj kujton. Po, do ndodhi diçka tjetër. De Gaulle thonë Kosova, përveç Ylli, përveç këtij zakoni që Europa nuk do ta bashkojnë ka Kosova me këtë 80% që duhet të jenë patjetër, që është absurdi më i madh, e ka vendimi gjykatës shtetësuese 2011-s, Kosova ka dhe një praktik tjetër të ushtruesve detyrës. Ka ushtrues detyrë të presidentit, ushtrues detyrë të prokurorit përgjithshëm, dhe po thoshte dikush që gjysma e roleve drejtuese në një ministri tani që kishte qeveria kurte ishte me ushtrues detyrë. Pra njerëz të cilët nuk janë të zgjedhur sipas procedurës ligjore dhe mund të kemi kryetarin e parlamentit që 6 muaj të jetë presidente, pra mund të shkojmë në skenar, por në një perspektivë të tillë, nëse Kosova, kjo është një provokim, nuk e di me lejen e Batonit do ta bëj, Kosova ka këtë shans pra për të treguar që mund ta zgjidhë presidentin. Unë mendoj që opozita e plagosur, siç thot Batoni, mund të bëjë një propozim që ngjan paradoksal. Mbledh votat për Vjosa Osmani, që duhet të jenë, sa duhet të jenë? 30 që legalizohet, dhe ky do të ishte shahu më i mirë për kryeministrin Kurti, që ose ta pranoj, ose të tregoj që ai është kundër, ai është për krizën. Apo s'është ka po afron as sepse pse ai nuk po e propozon atë. Ka e opozita. Jo për kundër. Po e pash në kishë në gabime. Jo në mandatin e futur për të qeshur. Do të kundërvihet aty duke bërë lojën amerikane. Do të ketë personalitet fort që do ta dualizohet. Publikisht ka thënë që s'kan votat. Kështu që zgjidhja është bashkimi i opozitës. Do jetë një shah i papar i opozitës. Kjo është ideja ime. E fundit kemi në një gjë. Unë vazhdoj të qëndroj asaj ideje dhe më dhëm për hir të vërtetës, keq përdorimi i jashareve si njerëz. E kemi thënë atë. Jo, po është kryesorja. Po nuk vendosen. Njerëz që ngritën. Do me marr votën. Jo, po shikoj. Jasharët ishin bërë 2. O mentor. Shikoj, ka gjë. Ato janë ta marrëm. Po ishin në Shqipëri, ishin bërë 2 jasharë. Po patjetër, po ne duat ne në një farë mënyrë po i themi shqiptarëve të Kosovës mos bëni të njëjtat budalliqe që kemi bërë ne. Dhe ato faktikisht kanë qenë shumë më mirë se ne në disa gjëra. Po të marrësh jasharët që janë pishtari liris dhe ti përdorë si pishtar partie, kjo është e egër, dhe Kurtin kjo do t'i bëj një dëm pa parë. Do t'i bëj një dëm pa parë. Kurti ka menduar shumë keq ose ta bëj. Ti e di që unë kam qenë nga mbështetësit më të mëdhenj Kurtit dhe vazhdoj. Po jo deri në këtë pikë. Sepse kemi me shkutoj dhe unë 2 kurt. Shiko të themi gjë. Popujt zoti Rakipi kanë memorie historike dhe memoria e Kosovës lirë fillon me familjen Jashari. Nëse fillojmë vrasim memorien historike të popullit ton, kemi bërë domi më të madh. Ne shqiptarët e Shqipërisë kemi bërë 100 vjet të pjesë, kemi vrarë personalitete pafund. Nëse Kosova pritet memoria se nuk është si shkon, nëse e merr Jasharin nga simboli i lirisë Kosovës, sepse ai është. Po në letra i duhet konsensuar. Një minutë, nëse e vën president për interesa partijake, ti do ta njollosh atë, nuk bëhet fjalë. Ai presupozoi të merrte konsensus. Po një minutë, nuk është problemi i konsensusit, si do dali pas konsensusit, si do e mbylli. Ai kur ta mbylli, do e mbylli me 1000 fatura të zeza. Kupton? Dhe do ta gjatë detyrës patjetër që do bëjë. E fundit vetëm një fjali, ajo që pse Kosovës i duhet presidentit, sepse duhet t'i përgjigjet detyrimeve ndërkombëtare. Raporte me SBA, mbylljes dialogut me Serbia. Thuaj fjalin e fundit se do pyesë këtë se miku kjo. Për një fjali kam. Jo, po e ke për Kosovën mbrap? Jo, është për letrën e unë mendoj që të paktën opozitës Kosovës nuk intereson të shkojnë zgjedhje, kështu që do kemi një zgjedhje presidentit. Pra, pas nesër, ti thua, zgjidhën. Deri mbi pas nesër, kemi president në Kosovë. Okej. Rama dhe... Tajtën kërë ke emisionin Kosovën e kime president, besoj. President. O, me zgjedhë. Në gjemë të gjithë, të dhe flasë. Mund vizhet e një, ti po të dush. Tani, Rama dhe Vučić letër Bashkim të Evropian. Shkur do ta kemi, fatkeqësisht, po. Gjithat më këtë rëndësishme, pse kjo letër, ç'është kjo letër tani, kanë botuar një letër, Rama dhe Vučić kanë botuar një letër të përbashkët në media në Gjermane. Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku thua që Shqipëria dhe Serbia pranojnë integrimin në Bashkimin Evropian, pa të drejt vetoje, mos ja kanë lënë në derë tani me ndërdoqin e Evropit këta, me këtë, që pranojnë vetën dhe ç'mendoni për këtë përpjekje, pse pikërisht tani dhe pse botojnë një media Gjermane? Baton?
Kishe edhe një shënim, kështu i mund të botohet e... Unë e kam shkruar një shkrim se lexova letrën me vonesë. Ajo që unë mendoj të kjo është letër që nuk do të shkruaja, për arsye se nuk ka asnjë mundësi të ndodhë ajo dhe ajo gjë që është shkruar aty. E para, e dyta, të dy autorët realisht e kanë marrë një mbi vete që të komunikojnë vertikalisht me Evropën, për arsye të komunikojnë Po, këtë pikërisht të nënvizonja ti në shkrim. si dy kombe, ose si dy kombe më të mëdha të Ballkanit, e jo si 6 shtete të cilat janë të shtrira në Ballkan. Kur qojsh letër si dy kombe, Ballkani ka treguar që me gjitha të vendet sa do të vogla që t'jenë, duhet t'ju bëhet një kërkesë që s'paku letat të shkon të në emër gjashtë. Si do qoftë, kjo përcaktim, dhe kjo është përcaktim vertikal, unë e thash kjo për faktin që vertikal, është letër e dy liderëve të cilët janë më të mëdhtë e kombeve të tyre, shqiptar dhe serb, kurse të tjerët nga kjo letër shihet që janë aksesor të procesit. Dhe nuk e di, mbranda një demokracie është e lejushme, po në këtë që po ndodhë sot, në këto gjëra që po ndodhin sot, kjo me gjithatë po e konsideroj që një e mirë publike pa asnjë sukses. Ndoshta është një gjë e mirë baton dhe në këtë planin që pa pas një ta po tallen përgjithsisht me ne me këtë gjeopolitikën. Unë s'desha me thonë edhe ato, për arsye se kjo letër i drejtohet Bashkimit Evropian se ka një talje realisht. Se po nxjerrin gjëra të cilat për të hyrë në Bashkimin Evropian janë panevojshme. Po, është lufta kundër korrupsionit, janë këto të gjitha, por nëse ka ndonjë vend më të korruptuar se Shqipëria është Moldavia, Ukraina, janë Bullgaria, Rumania, por me hy Ukraina edhe Moldavia me geopolitik, kinse, dhe jo Shqipëria, Malezia, po kjo dhe Serbia. Edhe mos me lënë Shqipërinë mrena dhe Malezi. Po këtë me këtë vetëm këta duket ja u kanë lënë, ja kanë në deri, kanë thënë ja, ne na mbani aty, mos... Nuk është jo serios. Prandaj nuk do i shkruaja letër fare. Këtë vetën Rama e ka kërkuar që më përpara, deri para kësaj letre, mendoj që Shqipëria bashkë me Malezi ishin të parë të Ballkanit, do hynin më shpejt. Dhe duket sikur ne ishin privilegjuar. Me këtë letër, unë mendoj që ka brenda një sponsorizim nga një palë tret, ose nga një aktor i fuqishëm i tret, nuk e di kush mund të jetë Tony Blair, mund të jetë Soros, nuk e di kush mund të jetë, ose në një shtet evropian. Mund të jetë Franca ato? Nuk e ndoshta mund të jetë Franca. Për hir të vërtetës, Serbia ka treguar frustrim nga fakti që Shqipëria dhe Malezi, madje ka zhvillime në Malezi destabilizuese, letra, video, bojkotim, takimet e Evropës. Por Rama në një kuptim, përveç që është koherent me i tezë që ka patën përpara, që ka thënë që jo atë që Ballkani do të hyjë gjithë bashkë, po ka thënë ta mirë kuptojmë Serbinë që ka këtë raport veçantë me Rusinë, por ama ta integrojmë në strukturat euroatlantike. Dhe ka një, kjo letër vjen në momentet kur ka patur një takim të ministrit jashtëm serb me Rubion, po qarkullon një propozim që Serbia ta pranoj Kosovën njohje reciproke, pra duket që Rama synon, mendoj që duhet të jetë një qarje Vučićit për të vërtetë, se është rikthyer qoftë edhe ndukje marrëdhënia mes tyre, qarje Vučićit është ndjerë përjashtuar, që hajde të gjejmë një dalje që unë ta njoh Kosovën, por ama të marrë këmbim hyrje në Bashkimin Evropian. Mendoj që kjo është logjika mbrapa kësaj letre. Pra, Rama ngjan se është koherent me atë qëndrimet e vetëm pashme, por Serbia ta pranoj Kosovën, që ka detyrim, apo jo, dhe marrëveshje Brukselit, dhe marrëveshje Ohrit, gjitha janë pjesë detyrime të kapitullit 35, por ama të marrin këmbim. Ma shumë mentorëm duket një letër alla Merkel, se sa... E sponsorizuar nga Gjermanët, do të Jo nga Gjermanët.
E korave dikushme Jo, është e tashme. Por të e kuptoj jo, për e ripropozuar atë dyshen e këtyre. E këshille Merkelit se sa e dy djemve, po, natyrisht këta shfrytëzojnë. Se besoj që dikush nga shtetet e larg asaj Amerikës se fare s'merret me këtë punë, as me Evropën. Ta shfrytëzojnë dhe hallin e tyre që për të ngjartur interesant në opinionin publike europiane. Mendoj që natyra, gjuha është shkrimi është i paga shumë i Ramës, se Rama shkruan ma bukur se sa Vučići, tezat janë pak Vučić, do me thëmë rana, por substanca më duket alla Merkel. Merkel i 2015-ës. Po më duket, unë po spekuloj, se nuk e di, s'ka mas një burim, por po më duket. E nervizova këtë të Kosovës, sepse ka një shqetësim Kosovë që thua, qiko pse jemi në të përjashtuar, ati e shpreh. Në qoftë se Serbia do të hynte në BE edhe me këtë status, pra pa drejt vetoje në fillim, Serbia duhet pranonte domosdoshmërisht Kosovën. Çfarë garancie ka kjo? Është kapitulli 35. Ky shtet evropianë se ka një Kosovë. Është kapitulli 35. Janë kapitulli 35. Mendoj. Njëherë, kapitullin 35. Më fal. Nuk e njohin Nga 3 fjali dhe kolegët edhe të mbyllim. Ka detyrime në kapitullin 35. Po nuk e bën, pra, nuk e bën. Marrëveshja e Brukselit është detyrimi i Serbisë. Unë mendoj që Rama sa herë që ka bërë dille, se s'në dille domethënë, po sa herë që ka është munduar të krijojë një farë opinioni që shikon se nuk është edhe Serbia nuk është daq e keqe se mendonin e tjerë. Kolaterali dhe goditja më e madhe ka qenë te Kosova, sepse Shqipërisë nuk i bën asgjëja. Dhe jam dakord me atë që thotë zoti Nazarko, nëse do ishte një garanci për njohjen e Kosovës nga Serbia, patjetër jo. Pse jo? Ta bënin të dy bashkë. Po deri tani, e vërteta është që gjithë këto tentativat ka fituar vetëm Serbia, më dhe po Ballkani që dështimi më i madh. Unë mendoj që kjo është lëvizje krejtësisht pa peshë, sepse të dy liderët janë lider me probleme, dhe qeveritë e tyre janë ato të cilët janë shkaktare për mungesë ose për vonesën e integrimit, po themi, po mundohen të tregojnë Unionit gatishmërinë e një lloj europianizimi dhe nga ana tjetër duke shfrytzuar edhe situatën gjeopolitike, situatën e vetë Europës për të pretenduar të parë ndonjë lëshim si bonus të dy me njëherë, por nuk besoj që do ketë ndonjë përgjigje pozitive kjo pjesë. Nuk është. Unë nuk besoj që ka lider në Serbi që e një Kosovë. Dakord, jemi dakord bashkë. Okej. Ka kërkesë amerikane. Kishte ta bënte me atë, nuk kishte se ta bënte me atë. Po, Anton. Ky është këndvërsim për autokratin nga të parë. Pse është këndvërsim për autokratin? Sepse këta, duke qenë autokrat, duan ta ndajnë zhvillimin politik nga zhvillimi ekonomik. Këta thotë ne vërtet mos kemi drejta njeriu, mund mos kemi sistem gjyqësor, mund ndryjmë sistem gjyqësor, mund mos kemi demokraci, por ama zhvillimin ekonomik e garantojmë ne. Kështu që ne, duke qenë se garantojmë zhvillimin ekonomik, mund të bëjmë pjesë e komunitetit ekonomik, bashkohemi me tregun e përbashkët. Në fakt, as kjo është e vërtet, sepse sigurisht kushtet që kanë vënë Shqipërisë dhe Serbisë për tregun e përbashkët janë shumë të paarritshme për ta në të ardhmen e afërt. Dhe vendi më afër sigurisht është Malezi, por edhe Malezi nuk e sheh mundësinë vështirë do të jetë dhe për Malezi që të arrijë në 2 ose 3 vite të ardhshme të bëhet antar i BE-s në çdo lloj statusi. Edhe sikur statusi politik të mos merret parasysh. Ideja e heqjes statusit politik dhe e vetos ka qenë dhe më pashme, por unë besoj që kjo është thjesht tentativë dështuar e dy njerëzve që pretendojnë se kanë arritur kushtet për të antarësuar në BE ose duan të propagandojnë që i kanë arritur kushtet të BE dhe kjo është ofrohen si lider të Europian. Të nderuar Shtatën do hym ka thënë, çfarë ka? Ka sinjale që nuk i plotson dot si të nderuar teleshikues, ky është emisioni ynë në përmbrëmjen e sotme. Folëm për protestën e opozitës, protestë që ngjanë shumë me njëra tjetrën, ndryshimin e Vilës së Hoxhës, goditjes së Vilës së Hoxhës. Folëm për luftën që ka nisur Shtetet e Bashkuara me Iranin, dhe 2 problematikat e tjera, presidenti i Kosovës dhe Rama dhe Vučić, letër Bashkimit Evropian. Faleminderit, kolegë, dhe do të shihemi ditën e njëjtë. Natë e mirë.